Muajin e ardhshëm në Maqedoni do të arrijë treni I parë nga 6 trenat për udhëtar që për hekurudhat e Maqedonisë Transport Shoqata Aksionare Shkupi prodhon kompania kineze CRRC. Garnitura e re elektromotorike për udhëtim sot u promovua në fabrikën e kompanisë në qytetin Xhuxhi para delegacionit të Maqedonisë, të udhëhequr nga ministri I Transportit dhe Lidhjeve Vlado Misajlovski. Treni është me 3 vagon me kapacitet për 200 udhëtar dhe mundësi për shpejtësi deri 160 km/h. Nga CRRC Maqedonia blen edhe një garnitur elektromotorike dhe 4 garnitura dizel, të cilat sipas ministrit Misajlovski duhet të arrijnë deri në janar të vitit të ardhshëm. Me projektin e qeverisë për ripërtëritjen e parkut automjeteve të hekurudhës, theksoi Misajlovski, Maqedonia për herë të parë pas pavarësimit pajiset me tren elektrik modern. Qytetarët e Republikës së Maqedonisë ia dhanë besimin Nikola Gruevskit dhe kësaj qeverie për mira arsye. E këto mira arsye janë projekte që janë paraparë në program. Sot kemi nderin ta shohim dhe të bëhet pranimi teknik I trenit të parë elektronik që do ta marrë Maqedonia nga pavarësimi I saj. Bëhet fjalë për tren ultramodern I cili do të arrijë për një muaj në Maqedoni, deklaroi Misajlovski pas promovimit të trenit. Në pajtim me planifikimin, vazhdojmë me realizimin e programit. Sipas drejtorit të hekurudhave të Maqedonisë Transport Nikola Kostov, me trenat e rinj krijohen mundësi për rritjen e numrit të udhëtarëve. Drejtori I përgjithshëm I CRRC, Gjo Qing, theksoi se Maqedonia është treg shumë I rëndësishëm për këtë kompani për shkak të pozitës gjeostrategjike në Ballkan. Trenat e rinj për udhëtar do të kenë kapacitet të tërësishëm për 1200 udhëtarësh, që do të mbulojnë 60% të linjave që I mban hekurudha e Maqedonisë Transport. Duhet të jenë të klimatizuara, të pajisura me tualet me vakum, të përmbushin masat më të repta për efikasitet energjetik, të plotësojnë standardet e sigurisë dhe kushtet për transport të personave me lëvizje të kufizuar. Sipas Kostov, për shkak të karakteristikave të larta teknike të trenave, para lëshimit të tyre në qarkullim, makinistët e hekurudhave të Maqedonisë do të trajnohen nga personeli I CRRC. Blerja e trenave bëhet me 25 milion euro, pjesë nga kredia nga Banka Evropiane për ripërtëritje dhe zhvillim për riparimin e parkut automjeteve. Me 15 milion euro nga kredia u financua edhe blerja e 150 vagonve transportues për hekurudhat e Maqedonisë, ndërsa me 10 milion euro riparimi I lokomotivave dhe garniturave ekzistuese.